Dhe ju e dini shumë mirë që momenti më kulminant për t'u lutur Allahut të lartësuar dhe momenti më i veçantë është në momentin kur robi, kur adhuruesi i Zotit është në sejdë. Dhe sejdja nuk kupton vendosjen e ballit në vend falje, prandaj quhet sejdë, aty në vend falje. Dhe ky moment kur njeriu me gjithë qenien e tij lëshohet në sejdë dhe vendos ballin, fytyrën, që është dhe pjesa ndoshta më fisnikja, më e shenjta në trupin e tij, në qenien e tij, në momentin që e vendos ballin në sejdë për hir të Allahut të lartësuar, thot Muhamedi alayhis salam, momenti më kulminant dhe momenti kur personi është më afër Allahut të lartësuar është pikërisht kur është në sejdë. Dhe duat e sinqerta, dhe duat që burojnë nga zemra, që bëhen në këtë vend, në këtë moment nuk refuzohen inshallah nga Allahu i lartësuar. Këto janë ato lutje të cilat ne ja dedikojmë Zotit të gjithësisë, secilin e sapt të vet. Dhe shikoni se secili prej nesh lutet. Pastaj jemi ne këtu tani tek nënat, motrat lart në mafil, ne burrat poshtë në xhami, secili lutet Allahut. Ajo që është e mahnitshme është mendimi i mirë që ka ai që lutet për Zotin e gjithësisë. Pa nuk e vëm dyshim fare, lutemi me zë shumë të ulët. Imagjino, je ngjitur si nga majta dhe nga djata je ngjitur me vëllain tënd në saf, në momentin që lutesh. Ti i dedikon në Zotin e gjithësisë hallet e tua, dertet e tua, shqetësimet e tua, kërkesat, listën që ke japë, dhe ai që është në krahun tënd, qoftë në djatën, qoftë në majtën, bën të njëjtën gjë. Dhe secili në mënyrë të tillë që mos të dëgjohet nga ai që ka në krah. Po mirë, në këtë moment, imagjinoni sa musliman dhe muslimane e vendosin ballin në sejdë në këto momente tani, që falin teravit në rruzën toksor për shembull. Miliona. Dhe secili prej këtyre njerëzve ka mendimin e mirë absolut tek Zoti i gjithësisë se Allahu i dëgjon këto lutje, i dëgjon, i regjistron dhe i pranon. Në të kundërtën, nuk do të luteshim. Dhe kjo është e mahnitshme, kjo është e madhërishme. Pra imagjino se çfarë ndjesie na transmeton Zoti i gjithësisë ne, çfarë qasje kemi për Allahun, çfarë mendimi kemi për Zotin e gjithësisë. Pavarësisht se me qenin e tij është në lartësi dhe është larg nesh, ama dim shumë mirë që na njeh hallet tona, e dëgjon lutjet tona, madje edhe pëshpëritjet, madje dhe ato të cilat nuk shprehen, thjesht janë ndjenja, ose janë halle, ose janë lot të brendshëm, nuk dalin jashtë. Edhe ato i di Zoti i gjithësisë. Prandaj momenti më kulminant është momenti kur robi është në sejdë, sepse aty i jep kuptim qenies së tij, të qenurit musliman, i përulur, i bindur, i nënshtruar ndaj të madhërishmit, ndaj Allahut të lartësuar. Dhe këtu është dhe një mesazh që sa më shumë të përulet robi, sa më shumë modest që të jetë, sa më shumë i bindur ndaj Zotit të gjithësisë të jetë, aq më afër do ta gjej Allahun të lartësuar. Aq më afër do ta gjej Zotin e gjithësisë. Prandaj, nëse dikush dëshiron një formulë se si të lartësohet, një formulë se si të nderohet, se si të ketë prestigj, se si të lartësohet tek Zoti i gjithësisë, është të bëj sa më shumë sejdë, sa më shumë namazë, mos i kurseni namazet, mos u lodhni duke u falur, mos u lodh duke vendosur ballin në sejdë, mos e quaj barr, mos e quaj lodhje, mos e quaj humbje kohe. Quaj momentin më kulminant, më të bukur të ditës, atje ku veçohesh me Zotin e gjithësisë, atje ku aty në atë vend ti tregon dhe gjëra që ndoshta nuk ja tregon dhe njeriu më të shtrenjtë dhe më të afërt që ti ke. Prandaj asnjëherë besimtari nuk duhet lodhet dhe nuk duhet bezdiset nga sejdët përderisa dëshiron që të lartësohet si në këtë botë dhe në botën tjetër. Kjo është një prej lutjeve dhe ky është një prej vendeve, momenteve ku ne nuk duhet i kursejmë lutjet. Dhe elhamdulillah Zotit janë të shumta sejdët, janë të shumta rekatet, lutju Allahut edhe nëse nuk i di shprehjet, edhe nëse nuk i di lutjet në arabisht, lutju në shqip nuk ka problem. Aty në sejdë. Mirë, po ne do të fillojmë inshallah dhe do të bëjmë edhe lutje bashkarisht. Lutet imami dhe xhamati thot amin. Dhe një prej lutjeve e cila është edhe si formulë strikte
që i dërguari i Zotit lartësuar na ka mësuar që të lutemi, madje ja mësoi Hasanit, të birit Aliut, nipit të tij, e mori e afroi afër vetes së tij dhe i thot, ti i thot, kur të lutesh në duan e kunutit, në namazin e natës, në rekatin e fundit, siç bëjmë ne. I falim 11 rekate, në rekatin e 11, ose në disa xhami mund të falim 23 rekate apo 21 rekate, e rëndësishme në rekatin e fundit, në atë që është tek, atëherë mund t'i lutesh Zotit gjithësisë pas rukos. Mund t'i lutesh Allahut të lartësuar pasi bën rukun. Dhe i mësoi disa fjalë. Dhe i thot, i thuaj Allahut të lartësuar, drejtohu Zotit duke i thënë, Allahumma hdina fi men hedejt. O Allah, na udhëzo bashkë me të gjithë ata njerëz që i ke udhëzuar. Wa afina fi men afejt. Dhe na jep shëndet siç u ke dhënë gjithë njerëzve që ti i ke përzgjedhur shëndet. Dhe këtu qëllimi për shëndet nuk është vetëm shëndeti fizik, është shëndeti mendor, është qetësia shpirtërore, është të qenurit pa halle, pa konflikte, pa probleme. Pra o Zot, derdh mbi mua qetësinë shpirtërore, mendore, largoj prej meje hallet, sëmundjet dhe problemet. Fiksoni këto, përpiquni t'i fiksoni, sepse shpesh do t'i lutemi bashkërisht Allahut të lartësuar. Dhe ai i cili nuk e kupton, sepse lutemi në arabisht, ai i cili nuk e kupton, s'ka problem. Thot amin, pranoj o Zot, mirë po të paktën në momentin që kemi parasysh dhe kemi një ide se çfarë i kërkojmë Zotit të gjithësisë, na lehtësojnë që të jemi akoma më shumë të përqendruar. Wa afina fi man afejt. Wa tawallana fi man tawallait. Dhe më merr në mbrojtjen tënde o Zot, siç ke marrë robët adhuruesit e tu të mirë në mbrojtjen tënde. Wa barik lana fi ma a'tait. Dhe më beko mua o Zot, më jep bekime, më jep bereqet në gjithë shka që më ke dhënë prej pasurisë. Në gjithë shka që më ke dhënë prej pasurisë. Wa qina sharra ma qadait. Dhe më ruaj nga e keqja e asaj gjëje që ti të cakton. Pra nuk duaj që mbi mua, mbi familjen time, të zbresi një kader, një caktim i cili është sherr, i cili është i keq. Dua vetëm ajo gjë që troket në derën time, në shtëpinë time, në veten time, të jetë hajër o Zot. Imagjinoni xhamati thot, amin, pranoje o Zot. Fa innaka taqdi wa la yuqda alek. Sepse prej teje buron gjykimi, sundimi dhe urdhri o Zot, dhe askush nuk mund të gjykojë mbi ty. Që sa madhërishme. Ti ai i cili cakton, ti ai i cili furnizon, ti ai i cili gjykon, askush nuk mund të gjykojë mbi ty. Pastaj i themi fa innahu la ya'izzu man adait, wa la yadhillu man walait. Ne jemi të bindur se ai që ti e merr në mbrojtjen tënde kur nuk poshtërohet. Dhe atë që ti e armiqson o Zot kur nuk lartësohet. Atë që ti e merr në mbrojtjen tënde kur nuk poshtërohet. Dhe ai i cili është larg mbrojtjes dhe kujdesit tënd kur nuk mund të lartësohet. I bekuar je ti o Zoti ynë dhe i lartësuar. To ishin pak fjali. Allahumma hdina fi men hedejt, wa afina fi men afejt, wa tawallana fi men tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Edhe nëse mësojmë këto 5 fjali i përmendesh, është shumë e mrekullueshme, sepse duaja kunutit, duaja që bëjmë ne në namazin e natës, në rekatin e fundit, që bëjmë bashkarisht tani, nuk është enkas, nuk është vetëm për në Ramazan. Është edhe për gjatë gjithë vitit, për gjatë gjithë jetës, në momentin që falemi në shtëpitë tona. Prandaj, ti sjellim ndërmend të gjitha këto kuptime në momentin që do t'i lutemi bashkarisht Allahut të lartësuar dhe në momentin që do themi amin, buçet xhamia, amin. Çfarë i kërkojmë Zotit? Çfarë i kërkojmë? I kërkojmë dhe gjëra të tjera sepse duaja zgjat. Mirë po esenca e gjës që ne e kërkojmë Allahut të lartësuar është unë dua të jem i udhëzuar, por jo i vetëm. I udhëzuar bashkë me gjithë njerëzit që ti i ke përzgjedhur dhe i ke udhëzuar në rrugën tënde të drejtë. Dhe të qenurit tu i udhëzuar nuk është thjesht i udhëzuar në Islam si musliman, por i udhëzuar si musliman dhe i udhëzuar drejt çdo gjëje të mirë. Pra dua o Zot që kur të flas me udhëzimin tënd, kur të shtrih dorën për të bërë diçka, ta bëj me udhëzimin tënd, kur të marr një vendimarrje, qoftë biznes, qoftë martesë, qoftë një iniciativë të caktuar, dua ta bëj me dritën tënde o Zot. Më udhëzo siç ke udhëzuar njerëzit e mirë. Më mbro siç mbron njerëzit e mirë.
më begaton në atë që më ke dhënë. Sepse dikujt Zoti i gjithësisë mund t'i japi miliona dhe miliona dhe miliona, ndoshta edhe miliarda. Mirë, po nuk i hedh Allahu i lartësuar bereqet në atë gjë që i ka dhënë. Gjithë kjo pasuri dhe ky kapital që ka ky njeri nuk përkthehet në lumturi, nuk përkthehet në qetësi, nuk përkthehet në bereqet. Sa që kemi dëgjuar me veshët tanë ka për njerëzve të cilët thonë pasha Zotin e gjithësisë në momentet caktuara ka menduar seriozisht, nuk po e them tani se çfarë thonë, por të heq dorë krejtësisht nga ajo gjë që kam dhe ti që të arratisëm diku dhe vetëm të merrem me veten time dhe gjej qetësinë time. Që do thotë gjithë ky kapital dhe kjo pasuri nuk prodhoi qetësi, nuk prodhoi lumturi, nuk prodhon harmoni në familje, nuk prodhon dashuri në ambient. Pse? Sepse ndonjëherë Zoti i gjithësisë të jep shumën, por nuk të jep bereqetin. Dhe bereqeti është esenca hyjnore që nëse mungon diku, s'ka vlerë kjo gjë. Esenca hyjnore që nëse Allahu ta hedh në jetë, edhe nëse jeton pak, do jetosh një jetë bereqetshme. Nëse ta hedh në pasuri, edhe nëse ke pak, do shohësh se si do t'japi Allahu bereqet, do jetosh lumtur me atë pak që ke. Mund të kesh pak fëmijë, mirë po t'jep Allahu i lartësuar bereqet në atë që ke. Prandaj ne përveç se sasinë duhet i kërkojmë shpesh Allahut të lartësuar dhe bereqetin. O Allah më jep bereqet. Jo vetëm shumë dhe sasi, por dhe bereqet. Kjo është ajo gjë që ne i themi Allahut të lartësuar. Më jep shëndet. Siç u ke dhënë njerëzve të përzgjedhur shëndet. Dhe shëndetu nuk kuptojnë që nuk do të kapi ndonjëherë gripi. Apo nuk do sëmurësh ndonjëherë dhe nuk do shkosh ndonjëherë në spital. Se ky është ligji i Zotit dhe është një sprova dhe sëmundja është një port, është një formulë që do kalojmë që të gjithë aty. Çfarë është shëndeti? El-afie. El-afie është një term më gjithë përfshirë se sa të mos jesh sëmur. Mirë po është një term që përfshi të qenurit i shëndetshëm në qenien tënde të mos kesh siklete dhe t'i kalosh sprovat me një mënyrë shumë elegante dhe shumë të mirë. Prandaj Abbasit, xhaxhait të tij pejgamberi alayhis salam, një ditë kur i thot o dërguari i Allahut, më mësoj një dua që t'i kërkoj Zotit, një lutje të veçantë. I thot pejgamberi alayhis salam o Abbas, o xhaja i profetit, kërkoj Allahut të lartësuar el-afie, shëndet, mirëqenie, qetësi, harmoni, bereqet, terma të cilat peshoj më shumë se sa një mal me flori. Ai që është i privuar, atij që i mungojnë e di se përse flas tani. Kërkoj këto gjëra el-afie, Allahu të lartësuar, sepse pas besimit, pas mirësisë të madhe që të ka dhënë Zoti, që të ka bërë musliman, nuk mund të jepet dikujt mirësi më e madhe se sa shëndeti. Nuk mund të jepet mirësi më e madhe dikujt se sa mirëqenia, se sa qetësia mendore, se sa ajo kënaqësia shpirtërore. Prandaj e ke këtë gjë, je pasanik. Falendero Zotin e gjithësisë. Dhe së fundmi i kërkojmë Allahut të lartësuar, dhe i themi, ose më saktë i themi Zotit i gjithësisë me bindje, atë që ti e lartëson nuk ka kush e poshtëron. Dhe atë që ti o Zot e ke lënë larg apo jashtë mbrojtjes tënde dhe kujdesit tënd, nuk ka kush e lartëson. Pra që do thotë gjithë pushteti e gjithë fuqia është në dorë të Zotit të lartësuar, sikur na sinjalizojnë që këtu duhet të përqendroheni, këtu duhet të mbështeteni, këtu duhet të luteni, lidheni zemrën me të madhërishmin, me Allahun, me furnizuesin, me atë që mjafton të thotë për diçka bëhu dhe ajo gjë bëhet. Vetëm kujdes, në momenti që vim, të paktën pra sa keni mundësi, në momenti që ne themi fa innahu la yadhillu man walaytu wa la ya'izzu man adait, këtu nuk themi amin. Këtu nuk është nevoja që themi amin, por i në heshtje ose themi subhanallah. Nëse mbani mend. Orim në heshtje ose themi subhanallah. Kjo është e pak a shumë disa kuptime, disa mesazhe nga duaja e kunutit që ne do ta bëjmë bashkërisht dhe pse jo edhe diçka të shkurtër do bëjmë edhe sonte inshallah Zotit. Lutim Allahun e madhëruar që lutjet tona të jenë të pranuara tek Zoti i gjithësisë dhe s'ka dyshim se kush çon duart lart ose kush lutet në sejdë i lutet Allahut, lutjen e ka të pranuar, pavarësisht se kur do t'ia zbresi Zoti dhe pavarësisht se si do t'ia japi Allahu i lartësuar. Një gjë është e sigurt, që kjo lutje është e pranuar. Mjaftojmë me kaq, falim inshallah tani vitrin 3 rekate. Amin.